Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Në këtë fillim të bekuar të këtij muaji të bekuar dhe shumë të veçantë, muajin Ramazan. Tashmë filluam këtë muaj të bekuar, filluam të agjerojmë, filluam një garë të madhe rreth ngritjes drejt devotshmërisë, drejt afrimit tek i Madhi Allah, drejt spastrimit shpirtëror, drejt vetëdijësimit, ngritjes e lartësimit, drejt afrimit vëllazëror, drejt humanizmit, drejt vëllazërisë dhe afrimit mes farefisit dhe kështu me radhë. Muaji i cili i zbut zemrat e muslimanëve, muaji të cilin e presin muslimanët me mall, me gëzim, madje edhe me lot gëzimi, muaji të cilin Allahu e veçoi lart në qiell dhe e veçoi poshtë në tokë, dhe na urdhëroi neve si musliman që edhe ne atë ta veçojmë dhe ne veç e veçojmë. Kështu që gjatë këtij muaji përpos që agjerojmë respektivisht qëndrojmë pa ngrënë dhe pa pirë, prej agimit të 2 deri në perëndim të diellit, ne agjerojmë edhe nga çdo gjë çka nuk na ka hije, sikurse fjalori rand, fjalë të këqija, vepra të këqija, sjelljet e pahishme dhe kështu me radhë, ani pse në parim besimtari duhet gjithmonë të jetë larg tyre, por në Ramazan gjithsesi shumë më larg. Muaji i cili afron zemrat e njerëzve mes vete, qoftë vëllezërve, farefisit, miqve, shokëve dhe kështu me radhë. Muaj të cilën ngarojnë muslimanët me punë të hajrit, duke filluar me agjerim, me Koran, me lëmosh, sadaka, me shtrimin e sofrës së iftarit, të syfyrit dhe kështu me radhë. Zoti ka dashur që ky muaj tani të jetë në një kohë shumë të përshtatshme për agjerim, për adhurim. Megjithatë, ka nevojë robi për përkushtim, edhe ne kem parasysh që për dikën është pak më i vështirë, por duhet t'ja kujtojmë sevapin e madh që ka robi muslimani kur agjeron dhe përballë agjerimit bën edhe punë të tjera të hajrit. Si fjala e vije, amviset të cilat përpas agjerimit kanë edhe punë të tjera të shtëpisë dhe kanë edhe përgatitjen e iftarit dhe të syfyrit, madje për çdo ditë. Pra mos pritojnë se sevapin e kanë të shumë fish te i Madhi Allah, le ta kujtojnë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, se ai i cili i jep iftar tjetrit qoftë me një gërça me një pinë ujë, e ka sevapin e tij pa ju paku sevapin nga ai tjetri fare. Gjithashtu i kujtojmë edhe mjekët tanë të cilët punojnë nëpër spitale, veçanti në emergjenca, ku në kohë të iftarit shumë herë, me gjithë që janë të lodhur, të raskapitur, pa ngrënë papir nga syfyri, ju vjen ndonjë rast i rand, ku dohet me ndërhy me njëherë, e që i bie me harru vetën e vetë, e me përkushtuar ndaj shëndetit të tjetrit, kjo është ibadet i madh, shumë i madh. Gjithashtu nuk mund të harrojmë policinë tonë të nderuar, të cilët shumë herë në kohë të iftarit, u del ndonjë punë, ku detyrimisht detyrohen me shku, e që i bie me lan iftarin apo me hangur për rrugë, për me shku me kry detyrë të tyre në shërbim të vatan, në shërbim të shtetit. Nuk e harrojmë dhe zjarfikset tanë, të cilët gjithandej në përkësojët të gatshëm 24 orë, e shumë herë në kohë syfyrit e të iftarit apo gjatë ditës kanë punë shumë të randa. Nuk e harrojmë edhe arsimtarët, e mësimdhënësit në përgjithësi, gjithashtu studentët e nxënësit, pastaj punëtorët në administrat, që dikush e ka më rënd, dikush e ka më lehtë, por Ramazani është ibadet ku të gjithë duhet të përkushtohemi dhe ta bëjna më të mirën për hatër të Allahut Azza wa Jall. Edhe hoxhallarët
nuk e kanë lehtë hiç, sepse kërkohet prej tyre që ta dyfishojnë e shumëfishojnë aktivitetin e tyre edhe në raport me Allahun Azza wa Jall, nga se edhe ata kanë nevojë të spastrohen, të ngriten, të lartësohen te Allahu, kanë nevojë të bëhen më të devotshëm, por në anën tjetër kanë nevojë edhe me ndihmu të tjerë, respektivisht i përret populli, andaj dohet me qenë një aksion gjatë këtij muaji, kështu që i tërë populli janë të mobilizuar apo duhet jenë të mobilizuar gjatë këtij muaji të bekuar. E shfrytëzojmë rastin që në këtë fillim të këtij muaji të bekuar të uarojmë këtë Ramazan popullit ton në Kosovë, në Ballkan, në diasporë dhe kudo qoftë, po dhe krejt muslimanëve në përgjithësi, sepse Ramazani është për të gjithë muslimanët. Gjithsesi nuk e harrojnë muslimanët në për ato vatra të krizave në përbotë, të cilët janë duke vuajtur, e të cilë nuk e dimi ne se se presin iftarin dhe se fyrin, apo me çfarë çka qesin, çka shtrojnë në sofër të iftarit dhe se fyrit. E Ramazani pe urtësive të tij është edhe kjo që më kujtohet kur tjetri edhe ai është agjëru shumë, por nuk ka çka han e çka pe, nuk ka me çka bën iftarë se fyr. Andaj spako të solidarizohemi ta me lutje, me dua dhe të lutim Allahun e madhruar që edhe ata atyre që pezulloi Allahu ato vështirësi që i kanë, siç ne ke pezulluar i madhi Allah neve vështirësitë e gjendjen e rëndë të cilën e kemi pasur, që i Zoti me bollok edhe aty, që na ka thënë neve Zoti me bollok, ku kena ushqim të mjaftueshëm të natë mira të Zotit. Të lutim Allahun e madhruar që të na mundsoj të japim hakun Ramazanit e të dalim prej këtij Ramazanit siç edhe synohet. Është një prej synimeve kryesore të agjerimit që robi besimtari të futet në Ramazan me çato gjunahe, me çato të liga që i ka, por të del për Ramazanit i pastërt, sikurse loti apo sikurse fëmiu i cili del për barkut të nanës së tij pa asnjë gjuna. Nuk e harrojmë në lutje dhe në dua, por nuk duhet të harrojmë edhe ata qytetarë tanë të cilët nuk agjerojnë e nadhimen për arsye ata që janë të justifikuar e ka justifikuar Zoti, ndërsa ata të cilët janë të pa justifikuar, lutim Allahun që të drejtojë, të udhëzojë e ta shijojnë madhështinë e këtij Ramazani, ëmbëlsirën e këtij Ramazani, ëmbëlsirën e sofrës së iftarit, sofrës së fyrit e ne muslimanë me që kujtojmë njëri tjetrit, por e besojmë sepse e shijojmë, andaj u kujtojmë të tjerëve se nuk dini që është ëmbëlsira e sofrës pa ullë në sofrë të iftarit, pa ullë në sofrë të së fyrit. Allah e bashkof këtë millet, i bashkof këtë muslimant, Allah e ruajt këtë vend, e ruajt këtë popull dhe këtë popujt musliman kudo që janë, ja Rabbel Alemin. Allah na mundsoft me bërë më të mirën, me bërë më të madhen, më të nevojshmen, më të kërkuarën, më të duharën nga i madhi Allah te bareke ve teala, e pastaj prej tij na kërkojmë që ai të na pranoj. Ja Rabbi, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, urim edhe një herë të gjithëve, agjerim të lehtë, e të pranuar, e dua lutje të pranuara, qof shifat që bardh në dynja dhe në ahiret. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.